Një ditëlindje e papritur për legjendën e gjallë të diasporës e Krembardhën në studion e televizionit shqiptarëve të Amerikës, në një atmosferë të ngrohtë dhe plot emocion. Në studion e televizionit të shqiptarëve të Amerikës, Alp TV USA, u organizua një fest për nder të njërit prej figurave më të mëdha të diasporës shqiptare, zotit Ekrem Bardha, i cili mbushi 94 vite jetë, pa paremërim, por me shumë dashuri dhe mirënjohje nga drejtori Ganivila dhe stafi i Alp TV USA, si dhe miku i tij, Fran Gjokaj, e surprizuan atë me një ditëlindje simbolike por shumë domethënëse në këtë studio, ku janë ndarë për vite të tëra me radhë historitë e migracionit, kontributet dhe përpjekjet kombëtare, kësa herë u festua një jetë e tërë për kushtimi dhe sakrifice në shërbim të çështjes shqiptare. Ishte një takim spontan, por shumë i ndjerë, në një nga festimet e papritura për këtë njerëz të veçantë komunitetit tonë dhe një kontribues i pashoq i pavarësisë së Kosovës, i cili së shpejti do të promovojë në Michigan edhe librin e tij të dytë, E vërteta, pavarësia e Kosovës, Amerika dhe diaspora. Bëjnë gjëra të mira për çështje kombëtare. Edhe këtë që na fillimi i televizionit juaj këtu në komunitet i ka shërbyer dhe nuk është i ka shërbyer me dinjitet. Këtë e them, e kam thënë dhe do ta them sepse ky është realitet. Dhe televizioni Ganivilës është një televizion jo partiak. Se ne kemi nevojë këtu në diasporë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të jemi të dashur me njëri tjetrin, të jemi tolerant, të respektojmë atë që çdo njeri ka të drejtë, demokracia e pranon, dhe kundërshtari që shqiptari e trajton, kundërshtarit i thot armik. Ne jemi në një gjaku, qoftë në Marsia e Madhe, qoftë në Maqedonia, në trevat shqiptare, ne jemi shqiptarë dhe duhet të duam njëri tjetrin. Prap, televizioni i juaj ka luajtur këtë rol bashkimi dhe jo partiak. Dhe kështu ne kemi nevojë me shumë rëndësi për të ardhmen e fëmijëve tonë, për gjeneratat e reja, që dhe ata të mësojnë, për shembull, nëse përmendet atë rol që kemi luajtur diaspora, nuk e ka bërë një person, unë, ose 1, 2, 3, të gjithë kemi dhënë kontributin. Kemi dhënë me dinjitet, kemi bërë ka qenë dhe rasti i jonë, më i lehtë se sa ishte në periudhën e Panolit dhe të Konicës, sepse tani shqiptarët janë më të avancuar, më të përparuar dhe edhe dollari lot rolin e vet. Dhe ne duhet jemi krenar, sidomos ky komunitet i Michiganit ka luajtur një rol shumë të madh për pavarësinë e Kosovës. Mos shkojmë në detaje, të gjithë pjesa e madhe e din të vërtetën, dhe televizioni juaj ka luajtur një rol këtu. Edhe prandaj duhet ndihmuar të gjithë të marrin pjesë, të japin aq sa ka mundësi, dhe kush ka më shumë të jap më shumë, kush ka më pak të jap më pak, kështu që ne shqiptarët të mësojmë se çfarë kanë bërë, çfarë roli lot diaspora izraelite, hebrejve. Pse janë hebrejt kaq të fortë, kaq të organizuar? Ne nuk mund të bëhemi izraelit, por me rastin e pavarësisë të Kosovës, ne kemi luajtur një rol vendimtar për pavarësinë e Kosovës. Dhe pse e kemi bërë? Kemi bërë se u bashkuam. Dhe kur shqiptarët bashkohen, ata fitojnë. Fitojnë të gjithë. Nuk fitohet lufta, betejë me një person. Fitohet me të gjithë ne. Prandaj ne këtu, në këtë diasporë e kemi bërë, kemi luajtur një rol vendimtar, dhe lobimi i shqiptarëve është me të vërtetë historik,
dhe duhet jeni krenarë dhe televizioni këtu kaloj të një rol. Prandaj i falenderoj për gëzime. E Krembardha është historia e gjallë e diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Kontributi i tij për pavarësinë e Kosovës, për forcimin e lidhjeve shqiptaro-amerikane dhe për ruajtjen e identitetit kombëtar është i pashlyeshëm. Ai ka qenë zëri i komunitetit tonë në tavolina me senator, kongresmen, president amerikan, një ure fuqishme midis Shqipërisë, Kosovës dhe Amerikës. Dhe kjo bisede thjesht dhe spontane shijohet më së miri po ta dëgjoni live, ndaj ne ju ftojmë ta ndiqni. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mr. Bardha. Happy birthday to you. What do you wish before? Yeah. Të dëgjosh e Kremin në këtë moshë të thyer të flas për kontributin e tij, si dhe për ngjarjet aktuale të zgjedhjeve në Shqipëri, e kupton se mosha për të është një sfidë e kaluar, ku duhet uruar gjithnjë rrofsh më shumë se 100 vjeç. Momenti i surprizës u shoqërua me emocione dhe fjalë të ngrohta, ndërsa vetë zoti Bardha falenderoi me përurtësi, duke theksuar se kjo ditë e jetës së tij është një shërbim për kombin shqiptar. Alp TV USA, në këtë 25 vjetor të themelimit të vet, nderon dhe i përkulet figurës së zotit Ekrem Bardha, një simbol i unitetit, i përkushtimit dhe vizionit për një të ardhme më të mirë për shqiptarët kudo që ndodhen, e sidomos për fatin e Kosovës. Gëzuar 94 vjetorin zoti Bardha, jeni frymëzim për brezat që vinë.